Deputeti i Partisë Demokratike Eno Bozdo deklaroi se vetëm javën e fundit SPA ka sekuestruar pasuri të konsiderueshme të krimit të organizuar të investuara në ndërtim dhe turizëm, dy sektorët ku sipas tij qeveria e Edi Ramës ka bazuar modelin fals të rritjes dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Ai tha se opozita prej 10 vitesh ka denoncuar këtë fenomen dhe mega korrupsionin e qeverisë, por këto akuza kanë rënë në vesh të shurdhër. Kjo qeverisje është përzierja me bekimin e tij të njerëzve politik të mazhorancës tij, të bosëve të krimit organizuar dhe projekteve ekonomike, të ideuara në mbulesën e investimeve strategjike, të paketuara si projekte zhvillimore dhe të financuara nga lumi i pafund i parave kriminale. Nuk është një fenomen ekonomik. Është një fenomen që verifikohet vetëm nëse ka një projekt të mirëfillt politik për ta kthyer Shqipërinë në ekosistemin më të madh në Evropë që ofron mbështetje institucionale për pastrimin e parave të pista. Bozdo akuzoi institucionet përgjegjëse që duhet të mbrojnë vendin nga kriminalizimi i ekonomisë, se prej vitesh janë në garë për të bërë alibin e tyre dhe për të justifikuar rënien e euros. Qeveria dhe Banka e Shqipërisë këndojnë refrenin e flukseve hyrëse nga turizmi, agjencitë e inteligjencës financiare dhe ato kundër pastrimit parave, inspektorët tatimor e të tjerë flasin për një normalitet. Në vitet e fundit prodhimi bujqësor dhe industrial ka rënë pikjat. Vendi është zbrazur, sepse 1/3 e popullsisë e ka braktisur Shqipërinë. Ne nuk prodhojmë më, por vetëm konsumojmë. Konkurrueshmëria e eksporteve tona ka rënë në minimum historik. Produktiviteti i punës e rendit Shqipërinë të fundit në rajon dhe në Evropë. Duke u referuar protestave masive që mbahen prej 3 javësh në vend, Bozdo thotë se qytetarët kanë dalë në shesh për pasigurinë e pronës që tjetërsohet nga grupet kriminale dhe mungesën e rendit e ligjit që ndikohet nga këto grupe, duke u bërë thirrje deputetëve dhe qytetarëve të tjerë të bashkohen këtyre protestave. 10.000 të rinj të reja me dinjitet dhe qytetari, e mbi të gjitha me dashuri të pakufishme për Shqipërinë, po protestojnë që vendi nesër të ketë një të ardhme, mundësisht evropiane. Zërin e tyre tashmë po e dëgjon e gjithë Evropa dhe bota, dhe Evropa mos fundi, për fat mirë, po reagon. Projektit të kriminalizimit të shoqërisë dhe ekonomisë i ka ardhur fundi. Çdo qytetar, çdo deputet, pavarësisht bindjeve apo përkatësisë politike që ka, duhet të bashkohet për të reaguar sa shumë është vonë.